Mbrëmjen e djeshme ka patur debate shumë të forta në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Big Brother VIP5. Rogerti ka debatuar me disa prej banorëve, përfshirë edhe Mateon. E gjitha ka nisur me një fjalë që i tha Gretës dhe më pas një pyetje që i bëri Selinës për jetën e saj seksuale. Teksa ndodhej në kuzhinë, Egi i thotë se është shumë e shëmtuar dhe ai ju kthye mund të bëjë të njëjtën pyetje me dashur. Këtu ndërhyn Mateo që i thotë e nëse i bëhet një pyetje e tillë familjarëve të tij dhe Rogerti ju kundërpërgjigj duke i përmendur motrën, pjesë nga debati, Egi, shumë shëmtuar, Rogerti, mund të bëjë të njëjtën pyetje me dashur. Mateo, femrave jashtë kështu ua bën pyetjen ti, Rogerti. Unë jam gazetar, Mateo, shoqet e tua kështu i pyet, Egi, gazetar, kush ta dha ty këtë, Rogerti, mund të pyes dhe ty, ke për detyrë me thënë ik o çun, Mateo, pyetje gazetari, pyete familjarin tënd a i pëlqen seksi, Rogerti, shkojmë ta pyesim, ja kush i fut familjarët, Rogerti, bjeri familjarët e mi. Mund të bëj dhe ty për motrën tënde. Ti them motrës tënde me sa meshkuj e ke bërë njëkohësisht, Mateo, e di qa të bëj unë ty, mos më bëj si gangster, Rogerti, ti që më përmend familjen, Mateo, ti do më bësh provokim mua, fytyra jote, Rogerti, ti që bën gangsterin, Mateo, hajde të ta tregoj gangsterin. Ti jashtë nuk guxon të bësh këto pyetje. Si gazetar, si njeri, jashtë nuk guxon. Ti me mua jashtë as në botën tjetër.